Po vëndej shumë. Në fakt që dy personat i njoh dhe veprimtaria e tyre është mjaft e njohur. Fillimisht Bedri Shabani është nga komuna e Shtërpsës, i njëjti kishte shërby qysh para luftës në atë zonë dhe për të njëjtin që në atë kohë flitej se ka lidhje serioze me eksponent të regjimit asaj kohe që ishin kryesisht pjesëtar të policisë, shërbimeve sekrete dhe ushtrisë. Ndërsa për marrëm qërimin në fakt nuk është se ka pasur një përshtypje të tillë deri në kohën kur gjykata përkatësisht prokuria me leje apo me vendim gjykatës paraprake të realizuar me policinë e Kosovës në njësitë e veçantë të policisë Kosovës ka arritur që të realizojë po. Çfarë dihet për të kaluarën e tyre të Shabanit dhe të qerimit? Si që isha duke thënë, për Bedri Shabanin dihet se i njëjti ka pas marrëdhënie të jashtëzakonshme apo të shumë të mira me struktura policore, shërbimeve sekrete dhe ushtarake të asaj kohe, dhe i njëjti pas luftës kishte arritur që të angazhojë në doganën e Kosovës, i cili kishte pas lidhje realisht edhe me eksponent caktuar të ushtrisë shtimtare të Kosovës, për të cilat edhe ka folur vetë Shabani se gjoja pas ka qenë i angazhuar për llogaritë të agjencisë, në fakt të shërbimit informativ të Kosovës të asaj kohe. Asnjëherë Bedri Shabani në opinionin e kësaj zone nuk është konsideru si një personalitet apo person i mirë, por që është gjithmonë është konsideruar si një person që ka pas një lidhje me autoritetet e Serbisë. Më kujtohet asaj kohe kur qytetarët e zonave në Kaçanik, Ferizaj, mund të theme deri në Shtime apo edhe Shtërpsë, të cilët kishin probleme me policinë për shkak të arrestimeve të shumta që bëheshin, Bedri Shabani ishte ai i cili ka ndihmuar në kuptimin e mitëdhënies apo mitëmarrjes për të liruar nga procedurat e ndjekjes të asaj kohe. Më kujtohet që nëse ishe arrestuar për një armë bajtje periudhat 95 tutje apo 90 tutje, adresa për të shpëtuar burgosit, dhunës, tutje ka qenë në atë kohë Bedri Shabani. Por, sa i përket arrestimit aktualisht... Me kaq autoritet. Po, me kaq autoritet. Por ne ka qenë e befasueshme se Bedri Shabani një pas luftës kishte arritur që të sistemojë në doganën në pikën e Hanit të Lezit, ma një pozicion mjaft mirë. Dhe sipas shumë qytetarëve, Bedri Shabani kishte komunikime me pjesëtar të asaj kohe prorë të lartë ushtrisë shtimtare të Kosovës, zonës në rredimet të Ferizajt, dhe i njëjti kishte arritur që të marrë, mund të themi, një lloj mbrojtje ta quaj ashtu eventualisht nga çdo pjesëtar i ushtrisë shtimtare të Kosovës, i cili e shiten në atë kohë Bedri Shabanin si një bashkëpunëtor të Serbisë, por që i njëjti kishte arritur që të ndërtojë marrëdhënie të mira me prorë të lartë ushtrisë shtimtare të Kosovës në regionin e Ferizajt. Ajo që është shumë e rëndësishme të themi se deri në këto kohë kur Shabani ishte arrestuar, për ne njihej një person i cili gjithashtu kishte lidhje me serbët në rregullimin e pasaportave të Serbisë, ku një pjesë e qytetarëve kishin nevojë të udhtonin në disa vende. Bashkimi Evropian ishte lehtësisht për të marrë vizë në atë kohë, ose një kohë derisa u futën koordinatat kanë udhëtuar me pasaportat të Serbisë drejt vendeve të Bashkimit Evropian, derisa Serbia ishte liberalizuar, po ashtu edhe sidomos udhëtimet e afaristëve të cilët janë bërë në drejtim të Kinës, ku Kosova nuk ishte mundësi për shkak të marrëdhënieve që ka me Kinën. Por në asnjë rrethon nuk ishte dëgjuar që Bedri Shabani të ketë aktualisht lidhje me shërbimin sekret këtë razbia. Për ne është shumë interes që gjykata të arrijë që të siguroj provat e mjaftueshme nga këtë akuzë e Prokurisë së Republikës Kosovës, Prokurisë Speciale, që të njëjtit të i jap një dënim të merituar. Në të kundërtën, besoj që do të jetë mjaft e rëndë nëse ne do të dështonim që ta vërtetojmë se Bedri Shabani ka kryer. Ndërsa vetëm e pak lutem, ndërsa për marrëm qërimin, i njëjti nëse vërtet ka qenë pjesë e shtëpias, është shumë shqetësuese se si ka kaluar lejen e sigurisë për qenë pjesëtar i policisë Kosovës, madje në njësi të veçanta, dhe si
të i njëjti pashtu ka të sistemuar në gjykatën dhe prokurinë themelore në Ferizaj familjar të tij. Vepra spionazh është njëra ndër veprat më komplekse dhe më të rënda dhe çdo person i cili duhet ketë leje sigurie, qoftë në prokurinë, gjykatë apo në polici, duhet i bëhet verifikimi dhe pyetja shtrohet se si e ka kaluar i njëjti verifikimin apo ndoshta vetëm për t'ia bërë qefin ligjit, siç thotë ke profesori Haradin Kuçaj. Haradin Kuçi është bërë edhe arrestimi i tij. Elezaj, si e pat ju iniciativën dhe kërkesat e tyre cilat u publikuan në media, pra të pandehurve në këtë situatë, Shaban dhe Qerimit,